Po filloj këtë intervistë të buzëqeshur, sepse e di që do t'jetë një nga intervistat më të këndshme që do të kemi sot. Kur flasim për fëmirinë edhe kur themi që të vegjël kemi pasur atë dëshirën për të pasur rroba të reja, për dalë për të mbledhur ato bombona, të holla, çdo gjë, kush më mirë se sa dy shok. Si kanë thirrur njëri tjetrin të vegjël, gëzuar Bajramin, Sami dhe Suad. Njëri tjetrin si e keni thirrur? Suati si më ka thirrë në shika, në kena qenë noka me Naimin, në kena qenë nokat për ta, Suati Shsuki ka qenë më afro në afrimin, dhe më thanë jena një gjenatë që po thuaj se qysh në qerë dhe njifena, dhe ishë një miqësi, po thuaj se tani ishte, dhe jam me i thanë me Suatit, me i thanë edhe vla, se nuk na jena dhe më thanë qysh në qerë dhe jena bashkë, alasat rrim bashkë, takohna bashkë, dhe ishë knasi që sot mu nuk e ditë të gjithve shikuesve kudo që janë, sidomos për miqtë e mi në Malësi, si e shohin këtë program, urime dhe me shumë motë festa Kurban Bajrami. Gëzuar. Dhe faleminderit që pranuat ftesën në këtë ditë të Kurban Bajramit të jeni në këto çaste me neve dhe të bëjmë kështu një bisedë pak relaksuese, Një bisedë relaksuese e cila tani kur i thua dikujt që jam me dikë shok që në çerdhe, a mendo tani ndoshta sa durim duhet për të pasur për tjetrin, sa mërzitje që duhet të hedhin pas shpinës, po ju dy më thuaj një herë, si ka rezistuar e gjithë kjo shoqëri për dalë pastaj të gjitha këto festimet e Bajramit, por të vetë shoqëria të japim këtë mesazh me këtë intervistë një herë. Si është e mundur që të jetë, le të themi, e lidhur edhe pas kaq shumë vitesh? Po shumë thjesht, ndoshta edhe nga largësia që kemi patur. Sami ka jetun me nokun Naimin, kanë jetun në Australi, unë në Gjermani. Nga njerë jemi thirë kur kanë qenë këto si Bajramet e asat ditëlindjet. Edhe kemi mësuar ndoshta që mos të përzihemi në jetën, unë asë këtë në jetën time, asë në jetën e ti, por jemi respektuar. Kemi shkuar gjithësisht të një rrugë, por që gjithë cili ka pas kakjen e vetë. Duke u rikthyer aty në kujtimeve të mira që kemi pas gjatë feminisë, unë e njaf Sami, unë e njaf ndjerën nanën e ti, i ka rritë me shumë sakrificë edhe sa herë kam hangër prej dorës saj buk, edhe Sami ju te unë familje, kështu që kemi bërë një shoqëri pa kushte. Kjo ka qenë ajo. Ish kohë jam të folë për viteve 80-ta, 90-ta, pse 90-ta kemi dalë qëtë. Që ishtë gjaja ma interesante ishtë që basi këtë program ishte edhe festiv, na kena shku bashkë dhe jena basi grupi i klasës me shku në për shpia, me trokit dhe me thanë, apo me shku shpinët kohë, që s'ka pas mobilja, që s'ka pas interneta, në mezike na prit më bërë këtë grupi jonë bashkë, që me shku në për shpia me dvetë, dhe me thanë me juru njerëzve Bajramin, edhe në atë kohë na kena fitu pare. Sa pare të kujtohet? Sti, nuk më maj mend, vetëm ka qenë kështu, rituali i parë ka qenë me dalë një në fillim, me shku me të gjithë familjartë. Mandej kur i kemi kryer ato shtëpie, si thojshim neve, mandej jemi mbledhur dhe kemi shku derë për derë. Derë për derë dhe me thanë, ku t'ja kemi mësy, kemi taklu me shtet Bajrami, dikush na ka dhanë keksa, bombona, ka 20 pare, tjerë. Kështu që fundi ka qenë ato pare dhe kemi mbledhur edhe i kemi harxhu bashkë një lloj, gjithë bashkë. Aja gjaja ma bukur ka qenë që ti për të pare sirë ki qenë individ që ki pas pare, dhe më thënë dera atëherë ki prit pare prej prindve, në atë moment ti ki qenë njëri shumë i rëndësishëm, se ki mujtë me shku në mbëltore, që s'dija ish ma holiday, në kena shku ke holiday me hangër shampite, krempite, pas kishte gja që nuk mirëshim, dhe më thënë na u duk të vedi një që ma, ata dinert na shkëlqeshin, po thuj se ti ishin si ma gjeps për ne, dhe më thënë shikaj, ne jena të shgjeka. Tash kohën ka ndryshu, nuk është ma ajo eufori që kemi patur. Bajramet janë shkurtu, dita parë ne kemi pas ditën e tretë edhe të katërtën e merrshim sepse dojshim të përfitonim. Paka shumë si dita parë. Pa ashtu, dojshim të përfitonim, mirë po tash si gjithë dite si maron dikush. Tash edhe fëmijët janë demela. Vazhdohen përsëri në rutinën e përditshme, edhe pse kemi festë, ajo dita e parë mbetet si më e rëndësishme. Unë kam një mendim ish bërë sa më tepër dhe sa më shku me thënë se unë isha to sot edhe u kryi muhabeti. Vetëm të kryhet. 5 minuta, da dalë të ha diçka me shpejt edhe po dalë. Mirë po, mendoj se me Bajrami ka diçka tjetër, e ka të shkojsh të një tjetri, të këmbesh fjalime, të bësh nërmjet
këtyre familjarëve, të pyetësh si jeni tek jeni e tjerë, sidomos mandej edhe tash kur është Kurban Bajrami, pyetet si të ka dalë dashja, a e preve dashin, e tjere. Po, me që jemi tek Kurban Bajrami edhe është festa Kurban Bajrami, të dim që si ka qenë për para, dashat i kemi pas gjithmonë, vajza djemi kemi pasur interesant, sidomos edhe ne atje në Kala, kemi pas një ritual interesant që kush e ka dashin më të madha, po si ka qenë kjo gjë? Egzona, po të tregoj, ke ishtë një ndër ndoshta një pjesë të bukur të librit Koha e Shegës, që ne kemi titullu Dita e Sherrit, ka qenë një festë pothuajse gati 2000 vjeçare që ish majt në Kala, ish majt pikërisht tek fusha e topave, ku ish sot ai hoteli Famkeq, edhe aty gjithë shokët e jonë, Kumara i Suatit Remzi, Vllauti Rushdi, Shuqolika, Shimja i Kalas, Karamanaga, kena pas Meto Zenkën, kanë qenë njerëz që kanë ardhur nga Malësia, që kanë ardhur, më thanë, atë ditë pikërisht për atë ditë për murraf dashi me dash, ka qenë për ne ka qenë një festë pothuajse si ish sot, po qofse e keni parasysh festën e Mimozës në Herceg-Novi. Aja festë ka qenë për gjithë qytetin dhe gjithë qyteti është kongregu, domethënë ka filluar prej majit pazarit që më ardh domethënë ke kulminimi tek rrafja deshve që janë të përgatit vetëm për atë rast. Domethënë rasti i dy luftimeve. Po pse pikërisht është mbajt në Kala? Po ishtë mbajt në Kala, mbasi Kalaja ishte, siç e dim edhe vetë, simboli ulqinit edhe ishte vendim antik që pothuajse Kalaja është formu, thojnë prej kolhigjanëve dhe edhe emri i ulqinit afër ujit, toponimi ujk ulqini, por unë basi si historian duhet ta përmendin që ndoshta ka të bëjnë edhe me kolhidën dhe legjendën e Xhejsonit dhe Arganautëve, domethënë ajo leshi i artë, edhe ndoshta ishte edhe deshka prej asaj kohe ka met një vazhdimsi totale që pikërisht më thënë edhe me ardhin e Osmanëve kur ulqini edhe mirat nga perandoria osmane me 1571-shin, ajo si fillon si traditë ndoshta në ato vite të ringjallet prapë dhe të jetë deshka që ish me mburje, domethënë çdo pronari i atij dashit ka qenë shumë krenar për dashën e vet, sepse ai dasha ditë ka merituar domethënë akulimet më të forta, domethënë ai ka pas emra të çuditshme, të kujtohet Bruce Lee. Jam të fortë. Sandokani. E një periudhë edhe më herët se ajo. Kalaja ka pas atë nëse mani mend si amfiteatër. Po pra fusha topave. Aty kanë qenë edhe tash për këto njerëz që i ke përmend ti kanë qenë edhe disa edhe me përpara ka qenë Sulejman Bushati Ndjeri. Ai e ka pas gjithmonë se ka qenë si tradit Kalaja. Mandej janë kyçta prej Rane, Mohalla Re, kur kanë patë interesimin të madh që ka, edhe vinin të shajde se po rrifet dashi prej Kalaje me dashin e Ranës. Kishte ndonjë pronar kampion kështu me vite me radhë? Kishte, ka pas. Mandej ka hyrë si një far inati, kanë mbrit njerëzit deri në Kollashin me ble dashat sa më të fortë që më pas. Kanë mbrit dashi ish ble në malet e Sharrit, dashi ish ble në rrafshën e Dugagjinit, domethënë kanë qenë dasha që nuk mundesh me i pas ata, kanë qenë dasha mallështor. Edhe diçka tjetër domethënë ka qenë një primat i madh sepse tant vitin ai dasha ka pas atë emrin e madh që domethënë nëse Buslia ka rraf Sandokanin, Sandokani ka rraf Tarzanin, ti ke pas diçka nga si fëmijë na kena pas rivaliteti i mahalla. Ja ka qenë interesante më tepër. Kur zgjoheni sot në ditën e parë të Bajramit, cila është gjëja e parë nostalgjike që ju vjen në mend? Për mu, duhet të them me keqardhje që kjo do të jetë viti i parë të fina që ndoshta mu nuk do të presin petlat me mjalt, petlat e nanës Naxhie dhe unë shpresoj që gjithë ju si i keni nana gjallë do t'ja dini kimetin e tyne dhe do ta keni dashnin ndaj tyne sepse me të vërtet ish një simbolik e madhe. Bajrami pa nanën duket si nuk ish bajram për mu, ish bajram i gjysmum apo bajram shumë i trish se do t'ishte me nanën Naxhie, por do mos nga ana shpirtërore ajo ish me mu dhe si atill unë shpresoj që edhe Suati i bashkangjitet këtë ide, domethënë nanat jetojnë me ne vazhdimisht sepse ne kemi gjenetikën e tyre dhe si atill do mundohem me i bata petlla vetë edhe pse s'ja kam zan zanatin, por disi duhet vetëm me përkujtuar atë momentin, atë çastin kur vjen në shtëpi, mi gjen erën e petllave, mjaltën e shtëpisë, edhe s'ka gjë më bukur. Nuk dua ta bëj këtë moment emocionues më tepër. Po, më tepër, por thjesht dua të them që besoj se është shumë krenare
për atë çfarë kalon pas, edhe besoj se vetë përmendja edhe vetë fakti që gjëja e parë që ti më dhe përgjigje në këtë pyetje është ajo, e di që është krenari për çdo prind, edhe kur nuk I kemi në mesin tonë. Edhe është festa e Bajramit është shumë e bukur, edhe na kthen në nostalgji, le të themi edhe për persona që nuk I kemi afër. Çdo kush kujton dikë që nuk e ka afër. Por është bukur që t'i kujtoj me lutjet edhe me gjitha gjërat e bukura edhe në ditën e festës. Suad, për ty, çfarë të kujtojnë mëngjeset e Bajramit? Po është ai rituali I përgjithshëm si bëhet. Mëngjes zgjohesh, sidomos kur ishim fëmijë, kur blenim këpucë të reja, shkonim të bënim frizurë të qeta. Ku I bënit pazaret ju? Pazaret do bënim me prindër. Okay. Sepse neve nuk ishim në atë moshë kur nuk guxonim të vendosim neve, por varet krejt nga buxheti edhe shikojnë se çfarë këpucë në çfarë sezone është. Kur blen këpucët e Bajramit, kur qethesh për Bajram. Qosh mëngjes, shkon me babën ose me dikën me prind, me axhën, shkon e bën ritualin e faljes së Bajramit. Mandej kur delet prej xhamie, shkohet direkt, dikush shkon në Varrezë, dikush shkon te shtëpia, si thot Samiu e ndjenat erën e llokumave të Bajramit. Shkon te shtëpia I han. Edhe mandej ja fillon rituali për me dal prej shtëpisë në shtëpi. Ai është ai ritual që bëhet për çdo vit, edhe është po I njëjti, mirë po ajo ka ish karakteristika e saj. Aty e ka më ndjesinë të mirë kur thotë se është Bajram. Edhe është fest. Ta përforcoj këtë që thotë Suadi, domethënë Ulqini ishte I njoftën me edhe xhamiet e veta, edhe çdo mahallë ka xhamin e vet, edhe ishte domethënë s'po them një rivalitet si tha Suadi çështja e dashurve që ishte rivalitet, po edhe ishte edhe bukuria se çdo mahall domethënë ka xhamin e vet që në atë xhami me shku edhe me prit Bajramin, me prit domethënë me ato njerëz të vet, njerëz të mahallës. Sidomos në kohën kur I arritna ka qenë shumë e lidhshmëria ndërmjet njerëzve në mahall ka qenë shumë më e madhe se sot. Sot unë rrallë shkoj tek njerëzit mahall që është keq, por përpara kena pas një gjë normale që gjithkush nga mahalla jote më ardh në shtëpitë tande përveç ilakas, përveç njerëzve të shtëpisë. Të bëhet Bajram. Ishte domethënë ka qenë I zhvilluar domethënë ezani prej xhamisë poshtë në Ran, xhamia domethënë e Pashës, xhamia e Namazjahut, xhamia e Bregut, xhamia e Lamit, gjithë ato xhami domethënë kanë pas atë ritualin e vet edhe I ki pa njerëz të ngazëdhumur. Atë ditë është dita që qesi se edhe sot e kena pa, janë fytyrat janë aq me një butësi shpirtërore e cila ta nep edhe si dhunti nga Zoti që ta kesh atë bukuri, ti jesh me një vend, edhe kjo mua dhe Suatit na ka mungu kur kena qenë si kërbeqar, domethënë ti je në vend që nuk festohet, nuk është festa e Bajramit, nuk është festë e madhe atje, aty është festa e krishtlindjeve që ndëgjohet më tepër, por kjo ishte ajo që kur në Ulqin për shembull, një ajo mas tepër më mërmendje mërgjimtarëve I mëngon sot një kjo çështje kur ato të parë ngjarë, domethënë kanë qejf me pa dhe televizorin të utëm me pas se çka ishte I ndodh, me pa fytyrët e veta, edhe si ta tillë do ti dëshirojnë vetë tyne më të afërt edhe Bajramin dhe kjo ishte prandaj edhe Kurban Bajrami ka të përveç simbolikës të sakrificës, ishte edhe bukuria e saj që na pret shëndosh të mirë, na pret në shtëpijet e veta dhe çfarë them, domethënë është një kënaqësi që nganjëherë shumë vështirë mundet të përshkruaj me fjalë. Ulqini vit për vit shtrihet më shumë, bëhet edhe më I gjerë, le të themi në këtë rrafshin gjeografik sa I përket të ndërtimit të shtëpiave dhe çdo gjë. Pa marrë parasysh se ne kemi një pjesë të madhe të popullsisë tonë që jetojnë në mërgim edhe që I përshëndesim përsëri, le të themi nga ana tjetër, ndoshta rrethi vjen më shumë në qytet dhe ka më shumë popull. Tani, a kanë më të lehtë fëmijët tani të mbledhin më shumë edhe tolla dhe çokolata apo ju atëherë? Cilat ishin lagjet që jepnin më shumë, më të populluar apo që kanë qenë të njohura edhe shtëpitë që po shkojmë aty. Se napin më tepër para apo diçka tjetër. Ai ritual ma nuk bëhet. Rituali I fëmijëve ku të mblidhen gjithë bashku e të shkojnë prej shtëpi në shtëpi nuk bëhet më. Është disi një formë marre, sepse jo, mos shko tash ti se nuk e kemi na më shku shtëpi për shtëpi. Te na nuk ka qenë asnjë fat problemi. Bila dhe për pashk shkonim. Shkonim pashk për të respektuar shokët apo tjerët. Edhe tani sot ajo ka humb. Ka humb sepse edhe si shifni jeta ka shku një kafje fare në dinamik, ka shku I fare jashtë suazave që I kemi pas atëherë.
Tani, ne kemi mendjen ndoshta edhe në biznes. Ajo ka ndoshta mendjen, ka dalë për Bajram e ka mendjen se ka me ble datulla ose Unë do shtoj këtë, domethënë ne ishim kënaqësia më e madhe kur si fëmijë kena shku shtëpi në shtëpi, përveç që kena ditë cila shtëpi ka më dhanë, ishte në disa shtëpia, për shembull, mua dhe nokun tëm na kanë njoftë se këta kanë babën në Australi, janë të rritur me zor, edhe ato hankot e ulqinit kur na shifshin ne, si më thanë u përmalloshin se e kujtoshin nanën na xhiet ndjerë që sa ishte u hjek thot mami me nap kur kena fitu për shembull një 5 dinarë të asaj kohe ishte me fitu loteri, domethënë ishte diçka aq jashtëtoksore për ne thoshim o zota ishte mujtë që na ka dhënë kjo plaka kur i tregoshim nanës kush ka qenë ajo, atëherë na tregote se kjo ka qenë ajo plaka dhe kjo ka qenë ajo hanko e ulqinit. Hankot e ulqinit si kanë qenë të asaj kohe, shpresoj edhe disa kanë met për edhe koha bën veten, por nuk e zbeh këtë kujtesën e jem edhe Suadi se ata kohra përveç se flasim me nostalgji janë kohra që ndoshta edhe gjeneratët e reja kanë me rikthyet, që për shembull Dafinet e përmendet, qyteti ishte duke u hapur, është vërtet, tash munden me marrë si skuterash. Me skutera shtëpi në shtëpi. Tani kur jemi tek kurbani në vetvete, edhe ne sot edhe gjatë ditës kemi folur le të themi edhe me imam se sa rëndësishme është që ta ndajmë edhe le të themi të shtrojmë sofrat. Janë shtruar më shumë sofra për Bajram më herët se sa tani. Po. Unë kam pasur të obliguar kur kemi prej kurbanin, me shku me nda se është nda në 3-4 si ka qenë. Një pjesë e kemi marrë neve, edhe gjithmonë ka qenë kryesorja me shku natën. Nana me pas më çonte natën që mos me pa kurse ku e ke da kurbanin. Edhe kanë qenë shtëpia të caktuara që e kanë pranuar kurbanin, disa edhe se kanë pranuar, por e kanë pranuar e kemi ditë, edhe shkojshin natën edhe vetë sa lejshe aty edhe ikse. E ka qenë si një ritual, sepse edhe pse është Kurban Bajrami është. Kjo e natës pas ka një mesazh shumë të thellë. Që as ai që e pranon mos ndjehet keq se kush e pa, por edhe ajo që është një rador jetë tjetra. Ne me dorë edhe me shef dorën, nuk ka qenë edhe nga ana jonë, pa nga gjithë se kurbani bëhet vetëm për atë punë që dahet, që të kenë edhe aty ishte edhe tema asaj punë. Sami, mendon që janë duke u ruajtur traditat si kanë qenë nënat tona më përpara, si kanë pritur më përpara mysafirët nënat tona dhe si po bëhet pritja mysafirëve tani? Ka ndryshuar shumë kjo gjë? Po ta jap, domethënë rastin konkret. Përpara ka qenë pa imagjinueshme që ti për Ramazan për shembull, që me shku me bë domethënë ushqimet në për restorane. Tash kjo është gjë normale sot. Domethënë kjo ka humb para atë idenë e shtëpive, edhe ti të kthehet dikush në restoran, ti ke hangër në restoran edhe s'kemë das 2 llafe me kërken. Kurse vetëm që një traditë ka qenë vesh ishte te i kaluar, domethënë ne sot i kemi gjitha domethënë truezat nuk i kena në shtëpi, po i kena në restorane. Ose tradita tjetër siç foli edhe Suati, domethënë ndamjes të mishit, sot po është edhe nevoja pak më e vogël, domethënë kemi shumë më pak nevojtarë, që është një gjë jashtëzakonisht pozitive. Por nga ana tjetër e hupat spiritetin e asaj dite të shenjtë që domethënë që mu da dëshkan nga shtëpi, domethënë pjesa më e mirë e mishit që edhe nevojtari mos ta njejnë domethënë atë mangësinë që nuk ka ndoshta në truezën e vet një copë mish. Domethënë ka qenë pa imagjinueshme truezat e nanave tona pa mish në atë kohë për çështjet e Ramazanit apo Kurban Bajramit. Edhe si atill tani jashtëzakonisht këto gjëra po shkojnë tek një shpejtësie sepse edhe jeta ka marrë një kahje të shpejtë. Edhe si të atil, domethënë koha e mirë të vesh modernizmit, e celerareve të mendshëm që unë i quaj trash, që me të vërtet kanë fillu dhe me e zbeh idenë e ushqimit vendas. Unë them në ulqin që ende s'mundesh me thënë diku me shku me marrë një haxhi makule apo një lule sheg, domethënë disa dezerte që janë të ulqinit, mungojnë për shembull bamjet, unë ishte pa mujtën sa kanë qef njerëz të por është rikthyer tashme ajo, është nata e bamjeve. Ta kemi recetë, ta kemi në meny, le të themi mungojnë. Po, është një ditë, por nuk ishte domethënë nuk mundesh me një restoran ulqin të rëndomt me gjetë recetën e bamjes përveç disave, por radhë i gjen. Edhe prandaj them inshallah ringjallet kjo çështja e traditës, mu rikthy traditave të veta sepse Shqipëria po bën këtë, domethënë unë po shoh në Shqipëri nuk ka vend ku nuk janë recetat e vendit katunit. Edhe domethënë ishte bukur që
mbasi kemi folë edhe për Ulqinin, ta flasim pak edhe për çështjen, mbasi pra edhe ime është nga ana e Malit, që edhe 9 Malit kur ishte pritje e Ramazanit, se unë kam pas në ndajen atje ishte një gjë interesante se në Ulqin mirëshim pare, 9 Malit na nipshin karamela, thoshte të mu nuk më dukte interesant se na napin ta karamela kur në Ulqin marr pare, domethënë ishte pa prapë ishte me lezet. U nipshin na për fat keq i hidhshim atë karamela më vonë, që kemi pas me vame ta. Mendon që rinia e ditës së sotme është duke ja ditur vlerën kësaj feste siç ja keni ditur ndoshta ju më tepër në kohën e juaj? Ishte një pyetje me dy tehe, Egzona. Shika, unë nuk muj me fol mbasi nuk i kam fëmijët të moshës që janë sot, domethënë ishte më tepër ndoshta një pyetje për ndonjë prind sot, por çka jam ty pa, domethënë nga ana e jashtme e shoh që ajo ishte zbehur. Nuk do them që nuk ekziston, por nuk ishte si ka qenë kohën e Suadit dhe kohën time kur jemi rrit ne, domethënë ka qenë edhe dashuria shumë më e madhe. Domethënë nuk di se na shoh ato një jetën tonë. Këta ishte gjaja ma primare, në mezike në prit që për me shku diku bashkë, për mu taku bashkë, sepse s'ka qenë nuk të ka lodhë, dhe më thënë, jeta e social media, dhe më thënë, jeta sociale nuk ka lodhë, dhe më thënë, ka lodhë vetëm në që kena lanë shkollë, kurse tash kja vazhdën, mësi të jenë shkollë, vazhdën jetën sociale, që dhe më thënë, pak e vrashtish, por nga aspekti që a janë fëmijët sot njësoj si kemi qenë një, sot janë fëmijët shumë më të kulturuar, domethënë janë fëmijët më të butë, se janë të rritën me ma mirësinë se na rrit ne jena rrit rrugash, ne kena qenë njerëz të rrugash. E shoh që Suati do të ndërlidhet dhe ka diçka që të thotë. Se sa të lidhur jemi neve, gjeneratat e jona. Kemi një shok Sabrinele, jeton në Düsseldorf, edhe gjatë koronës kemi kontaktuar. Dhe unë kam qenë larg ti, kam qenë në kufi me Zvicrën, ai është në Düsseldorf 700 km. Ai ka ardhur 700 km, veç më pa, kemi hangër një hamburger dhe kemi hangër jashtë, se s'kemi guxuar me hangër. Edhe ka ne një orë me mua dhe shkëthy mrapa, ka bëj 1400 km vetëm me ardhë me pa. A kupton të se çfarë shoqërie kemi na? Keshe. Shoqëria, vërtet. Si e dinit ju që pas dite gjithë takohemi të ksheshi, të kreti. Si ka qenë? Si? Kena pas signalet me të paket. Kena pas signalet me të, ja. Ishtë ditë, në rase luhet mas shkolle, rase luhet futbol, ishtë luhet të Kroni Ballos, aty ku e në Zarfiksa. Aty jemi mbledh, ka dikush 15 minuta gjysmë ore, një orë ma vonë, e dim, jemi mbledh dhe kemi luhet, ose kemi luhet për shembull lojnat e detit, ka qenë për kësaj periudhe deri në Marin, kemi luajt ke Molja Madhe, ose kemi luajt te Boriqat, ose Maskalas, etj. Jena hedhë për iskalisht që se ekzistojnë sot. Tash është problemi më i madh është telefoni. Pse është telefoni? Sepse ti i jep mundësi vetes edhe mu vonohe 3-5 minuta më herë, se po vonohem, përpara s'ka pas. E ke thënë për shembull 12 ke shkuar dhe s'ka u kry muhabeti. Tash ta ndron terminin për 3 herë brenda gjysmë ore, e kupton? Këto shokët e 600-700 kilometrave. Tani kjo shoqëria e cila le të themi sakrifikon diçka për të marrur aq pak minuta të dashura me njeriu që do t'i shpenzoj ato minuta. A ju ka munguar kur keni qenë në mërgim? Po, normal. Po mendoj neve në mërgim jemi lidh kështu nëpërmes telefonave, mirë po unë aty ku isha konkret në Munich, kam pas edhe s'kam pas shoqëri të ati kalibri, por e kam marrë si ishte një fjalë të mirë, mundemi me dalë, me pi një kafe, por në rregull, po. Këti formati ka vetëm në shoqërinë tonë, edhe shoqërinë e gjeneratave të tjera, që jemi rrit bashkë, jemi rrit në për ato suaza, në për ato vështirësina, edhe kemi bën një bashkim deri në vdekje. Dhe ja dini vlerën më shumë shoqërisë dhe njëri tjetrit. Ne kena pas pothuajse njohurinë telepatike, për shembull, unë kam ditë çfarë Suati, ai ka ditë se çka bëjnë në masditje, sepse ka qenë edhe një vazhdimsi. Kena shku në përvende që sot nuk shkon kërkush për shembull, ta pazit. Kjo ka lëndu kamën një ditë, se po flasi po ali edhe keni thirrje jashtë suazave të bijat që flas për e para herë që po flas për jetë, se gjithmonë kam fol për artin. E duam pak edhe këtë. Edhe fillon me më shpjegu, më thot edhe unë e vuna kamën, edhe këti e vuna kamën, i thash ngur edhe e lëndove, ashtu. Po thot ku e din, pa e di marbursit. E di si jetë, e di.
ka janë, edhe do mos edhe ajo takimet s'kanë pas, gjithmonë kanë qenë takime domethënëse. Edhe shoqet e klasës që kena pas si motra, se më thënë, përmendoj me qenë me një vajzë prej klasës parë fillore deri në gjimnaz, domethënë kanë qenë shumë, kanë pas një dashuri që s'mujmë të thënë ishtë sot ekziston, sepse sot ishte edhe çështja veshjes, çështja dukjes, atëherë na kena pas gjithë statusin social gati të ngjajshëm. Domethënë nuk i pasti një njeri që i zhvesh pak më tepër, i ka pas Nike-et apo i ka pas Pumet apo këtë shikohet ai statusi, është kjo gjuhën angleze di ta them status anxiety, domethënë një ankth i statusit, se qofse i ke këtij kpust, i ke ble dikur në Zara, e kjo është i ka ble, ishte domethënë një farë si xhelozie që atëherë nuk ka ekzistuar, sepse s'kena ditë. Thjesht nuk kena ditë edhe mirë thonë gjuhën angleze, po. Lakmon më pak. Lakmon më pak, ke dëshira më pak. Kena pas 2 kanale televizive, domethënë njëshin edhe dyshin, ata 2 ka pa tanë bota, domethënë nuk kena pas kur gjë për zgjedhje tjetër. E ke ditë çka ka më qenë 7-15 ka qenë Sërtani, më fal për që po përdori fjalën slave, po filmi vizatimor. Edhe mas Sërtani dhe ke ditë që kanë ardhur lajmet edhe ti ke fjet në Tetsahat, s'ka pas aty mu ka pse ke mendoj më tepër para. Tash unë i shoh fëmijët i sundojnë print, aty s'ka. Domethënë aty në qoftë se një fëmijë i thot bane të shka prit të zmadhë, kam frikë se edhe gjudë me të shka matë brasht. E ke ishte dhe shka që bane pak më qesh, për prap ishte bukuria. Qa deshta me ndërhy, nuk ishtë vetëm afërsia ndaj shokve, po kemi edhe shoqet, si kemi Metë ende, kemi Teutën që është në Amerikë, Vajiden për shemull, unë këto Vajiden nuk kaloj një ditë pa i fol Vajiden, se kam si motër. E tjere të është në Qendresa, Shëndesim të gjitha dhe i urojmë edhe bajramin. Edhe kam Metë, para me ndo tash ne kemi dalë për shkollë me të sadë. Kam harru kur kam qenë. Edhe ende kemi Metë në atë aspekt. Ishtë interesant, edhe profesorët kanë qenë shumë djenja tjera ndaj profesorëve, ndaj mësivansëve. Respekti ka qenë i jashtëzakonshëm. Profesorëve ka qenë shumë më. Po s'kemi pas as kafener rreth shkollës atëherë, s'ke pas. Thjesht nuk i pas kafener rreth shkollës, të vjetë që ditë që shkolla ka qenë shkollë, shtëpia ka qenë shtëpi. Dyqanet, si thash edhe vetë më pare, si ishte ajo pyetje ku kena ble teshet. Kujtohet për shembull na me një shokun tim me Irfon edhe me Mirso Veliçin kena shku për shembull i kena hyrë autobusit në orat 6 mëngjesit me shku në Podgorica me i ble një palë Conversa. Domethënë ai ka qenë gjë e madhe me shku se s'ka pas dyqanet asil, ishte desh me hyrë autobusit me orë me shku atje. Që për me mujtë me impresionu dikën kur të thejsh në qimë. Që nuk jena të folë se një aqë vjetër nuk jemi, në aqë ashtë më shumë. Një aqë Gjithë se ndodhë kjo, se është jeta shumë e shpejt. Vrullshme edhe me 10 vite, 20 vite ndryshon gjithë shka. Jo me 10 vite, 5 vite ndryshon gjithë shka. Tash me AI edhe ma tepër. Shumë e tepër, shumë e tepër. Po dalim të ana artistike pak e jotja, është festuar edhe në rinin tënde, me këto mbrëmjet, me organizimet? Në atë kohën e komunizmit, nuk kemi pas mundësi të shpalosim atë se jemi për shembull sidomos në familjen time. Jemi një formë kur kemi pre kurbanin e kemi pre në emër të nanës, edhe më sheftas. Sepse nëna ka qenë neutrale, baba ka qenë antar i Partisë Komuniste, më duket, ose ishte dash për punë. Edhe ne gjithmonë i kemi bërë rituale më sheftas, jo vetëm na, po tanë uqini. Edhe kjo ana artistike ka qenë gjithmonë gjatë shtafetës Titos, 1 majit, 25 majit, dita e rinis, etjere, dita shkollës. Mirë, po për Bajram nuk e maj mend se kemi bërë dhe herën në atë kohë jam të folë. Tani ish okej. Po ju si artista, keni pasur ndonjëherë, keni bërë ndonjë aheng për qef në shtëpi? Kemi bërë shpesh. Edhe kjo është gjë interesante, sepse e dim që në për shtëpia janë mbledhur dhe kanë bërë ahengje. Në hallën tonë ka qenë, po i ndërhym Suatit, kanë qenë familja e Kalezajve, kanë qenë shumë të famshëm, më kujtohet Abdurrahmani me Dajre, Smajli, dhe me thanë Mithat Nikezi me harmonik, që i shoku i klasës që e përshëndesim gjithashtu. Ka qenë e muzika autoktone qytetare që edhe Suati me një përkushtim të madh dhe e mban ende sot që mu më pëlqen, por ai ishte domethënë çdo gjë ishte gjallërisht,
se për shembull filloshim 2 vetë, brenda një sahati ti ke pas thamë hallën aty. Domethënë ti ke pas impromptu koncertin pa ditë se ke koncert. E këna fëmijët u kënaqshim tu i knu, edhe pse jemi shoku im nuk din me knu jashtë por ishte diçka kënaqësia e veçantë sepse ishte ngazllimi total, ishte edhe çështja që është festive, edhe muzika bën vetën, edhe muzika të bën allegro. Neve bënim prova për shembull kur kam pas prindit kur i kam pas në Amerikë, i kam nxjerr krejt mobilet jashtë, aty e kemi bërë si pjesë studio. Si studio. Edhe bënim prova deri në ora 11:00 mramjes. Dikur më ndej na gjeshin telefonin thonë apo nalni tash se dona me fiet burr, se krejt më halla në nit. A kupton, ta kanë qenë të them kënaqësitë tona që i kemi bërë me pak, kemi qenë të kënaqur me pak. Ja keni ditur Ja kemi ditur vlerën. vlerën. Këto tash nuk e di. S'mund të them, nuk mund të hyj të kyçem në atë rinin kokën e tyne. Mirë, por nëse kanë kënaqësi në shtos, okay, na kemi pas një mënyrë tjetër, ato në mënyrë tjetër. Shëtitet ju sot? Shëtitëm, jo dhe aq sa kam menduar që do të shëtit, sepse edhe vapa, si po shifni, është pak e madhe dhe do mundohem t'i bëj disa vizite ndoshta edhe nesër edhe ta gjej kohën ndoshta mbas diellit, mbas kësaj nxehtësie që e kemi pritur tani. Çfarë na ndodh me këtë kohën, se ne themi s'kishim kohë Bajramin e kaluar të vizitonim këtë. S'kishim kohë as këtë. Çfarë po na ndodh me kohën neve? Kesh pikërisht kjo si neve nuk e marrim ma Bajramin si ritual, si kënaqësi ta marrësh një ditë ose 2 ti marrësh ti vizitosh gjithë, por e kemi vetë sa hajt krym punë. Kesh do të thënë unë, jo vetëm si jam të fol tash, po flas për vete, po flas për vete. Okej, mirë. Po përgjithsojmë. Nuk po përgjithsojmë. Edhe aq se krym punë kemi hek gjitha shtëpit në rregull, jemi tanë e kanë parë, na kanë parë në rregull edhe mirë, po nuk e kam ma atë sensin. Duket mu. Se ka sensin, por shpresoj që domethënë edhe gjeneratët e reja do gjejnë atë vetveten si e kemi gjetur në kohën e jonë, dhe çdo gjenerat ka më pas atë mirësinë e vet. Edhe ata ndoshta brenda disa viteve kanë thënë i shvestu më mirë se janë investuar në kohën që janë të folat për ardhmëri, por shikoj ishte diçka relative, edhe kohën pasi shumë e shpejt ishte diçka që na duhet ta kemi atë mirënjohjen se gjaja më e çmueshme që mundesh me dhënë dafin edhe gëzon dikuj ish koha. Edhe kur ja jep kohën dikuj i ke dhënë diçka shumë të çmueshme dhe si atill shpresoj që kena me ditë me e tejkalu këtë çështjen e ngulfitjes tek telefoni, që me çu krytin sepse unë shka vend që nuk shkon tash kudo që shkaj edhe për kur bën Bajram si kam qenë sot, unë kam pas njerëz në telefona, shiqur zoti që jam pak edhe me gjasi dhe kanë kuptuar që kam marrë shtëpi, ata kanë qenë të fare ty pa një TikTokun e fundit edhe prandaj tham vetëm për hamon për këtë ditë mos më lënë pak telefonin anash, edhe kjo është diçka që ndoshta negative, por nga ana tjetër ka edhe pozitive të vete se si thotë Suati jena më të lidhur me njerëzit që i dom, sidomos nëse kena njerëzit jashtë, unë kam vajzat e mia në Australi, vllaun në Australi, nipat, edhe si të tillë domethënë kena një mundësi më ekstra që ndoshta në mënyrë të drejt për drejt kyshemi me ta të kënaqena me ta dhe të shohim se çka ndodh në Prishtinë, çka ndodh në Tiranë. Me qenë lidhur me njeri se me TikTok. Shumë e vërtet. Unë duhet ta pyes edhe një herë Samiun, me që je dhëndër nga Dinosha, ishe për Bajram atje dhe si të pritën? Shiko si Dhandri, ata thojnë miku i mirë dera xhenetit. Ishte një fjalë që e përdorin malcor shumë. Pata mirësinë se edhe kurbanin e preva në Dinosh, sepse distesi e kam si më të amël mishin e Dinoshës. Ndoshta ishte edhe klima edhe çka di çka të them, por ishte një kënaqësi që ndoshta ta bëj edhe kurbanin e dytë që e prej, sepse vitin e parë ishte hera parë që e preva kurbanin, sepse unë ishe përpara më thojë si vegetarian, kështu mishi nuk ishte dhe shka nuk lutë rol, por tani jo me të mishi, por isha çështja e festës, çështja e sakrificës, e kanë pritë si e pritin dhanin nga ulqini, dhe ka një pikpritje, malëcorët e kanë një pritje të bukur, një pikpritje që e bajnë me bukë e kryp dhe zemër plet, edhe ishte diçka që me të vërtet ju di për nerë dhe çfarë them, domethënë ishte diçka kënaqësi e veçantë që të vizitoj edhe ato treva sepse janë pothuajse në harres nganjëherë, por mirë si e përmende, Dinosha ka një lidhshmëri me ulqinin tani të drejtë për drejtë dhe si atilli të jam mirënjohës për këtë pyetje. Suat është më vështirë të flasësh për veten kështu nga ana
personale se sa ajo profesionale? Interesant çeka. Interesant është. Jemi mësuar gjithmonë të shohim, të flasim gjithmonë për artin dhe muzikën. Ato shumë faleminderit, jam i rikujtu aty në momenteve, tash bash kam qenë të mendu. Çfarë po të bjen mend? Kur kemi qenë fëmijë, sa ka qenë jeta me vlerë. Si kemi me Të kemi kthyer mbrapa një nostalgji. Unë se kam prit, thosha çfarë do më fol në rast se flas por s'qenga vetëm arti, qenga edhe jeta. Është e vërtetë. Jeta është art. Jeta është art, po. Marrësh si me jetën. Ne nuk të zhgënjejmë me pyetjet dhe emisionet tona, Dafin? Të marrim pak meritët. Faleminderit. Jo pak për shumë. Faleminderit shumë si na keni ftuar. Uroj që s'pari një herë të jetë një shembull se si të ruhen miqësitë kjo intervistë, e pastaj gjithë nostalgji që sollëm në Bajram. Kemi një ndërlidhje fantastike ju për Si mos ta lam vetëm me kaq, duhet të kërkoj, domethënë rastin që gjithëve shokëve të klasës që nuk i kena përmend ndoshta me emër, por ata din kush janë. Kam edhe afrimin. Po kena shumë e kështu mos t'i vin hatri sepse kjo ish me të vërtet një bisedë impromptu që e cila na rikthej në ato kujteset e të kaluarës apo suvenirat e kohës së njohurisë. Bajramin tjetër merreni në studio, flasim për çfarë kemi folur sot. Kjo është shumë e bukur. Edhe një shtytje e vogël që të flasim më për jetën tonë. Ju presim. Faleminderit. Zuar edhe një herë. Zuar. Zona, ne si dy kolege dhe shoqe tani, shkojmë me pak urimet? Patjetër. Shkojmë me urimet? Okej, ndjekim urimet.